Unë vi sot të kju për të parashtruar programin tonë, me të cilin duhet të garantojnë çdo fermer të Kutallis, të Beratit dhe të mbarë Shqipërisë, se ky program ka si qëllim më kryesor suksesin dhe rritjen e mirëqenjes të fermerëve shqiptarë, të cilët ndërtojnë jetën e tyre me lumej djerse, mundi dhe sakrificat. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka që kjo djersh, ky mund, to sakrifica të japin më shumë për ju dhe familjet tuaja dhe për vendin. Ky është qëllimi i programit tonë. Ne konsiderojmë diskriminimin që u bë ju këto 12 vite një diskriminim të pafalshëm. Fermerët, mjafton të them një shifër. Në qoftë se fermerin në Maqedoni, fermerin në Kosovë, në Maltëzi dhe në Serbi, merë sot 5 herë më shumë se ju subvencione, ky është një diskriminim dhe ndëshkim për ju. Po pse është ndëshkim për ju? Sepse hapja e tregut ju bën të pamundur ju të konkuroni me ata që subvencionohen 5 herë më shumë se ju. Cili është? Shpesh nofta më keni ndëgjuar të them se në këtë program akti i parë që do bëjmë ne do ja u kthejmë parat qytetarëve. Dhe kjo nuk është një slogan, ja u jap fjalë, ju them me sinqeritet më të madh. Ky është një realitet, po pse mos zotëri? Nga 380.000 fermer, shteti merr taksën e vlerës shtuar në çdo blerje që ata bëjnë. Paguaj 20%. Në 380.000 fermer që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, që punsojnë rreth 500.000 shqiptarë, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin, pa llogaritur ato të administraci marrën rroga, 32 milion euro. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Në një kohë kur Maqedonia e ka 220 milion euro, Kosova e ka 4-5 herë më të madh se sa ne, Serbia 7-8 herë më të lartë. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat më zotëri, se parat i marrim nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Dhe jo vetëm kaq. Pensionet të fshat, 100 ditë të para, fshati shqiptar nuk do ketë pension ndën 200 euro. Pavarësisht çfarë pensioni është, i plot apo i pjesëshëm apo ku ta di unë, ai nuk mund të jetë më ndën 200 euro. Përveç kësaj, fshati do ketë kartën e konsumatorit
me të cilin do të rikthehen të vëshëja një seri produktës që ai blen. Do hiqet çdo kriter se ke një lop apo ke 10 lop. 1 apo 10 do shpërblesh për kokë. Ai që ka 1 do subvencionohet për 1, ai që ka 10 vjet. Do hiqet kriteri për hektar. Ai që ka një dynym do subvencionohet për një dynym. Ai që ka 10 hektar do subvencionohet për 10 hektar. Ne ju garantoj që ne do bëjmë një mbështetje shumë të fuqishme për fshatin, sepse potenciali i fshatit është shumë i madh për prodhimin dhe vullneti i fermerëve është i hekur për të prodhuar. Ne do mbrojmë prodhimet tuaja. Ballkani hapur hudhet në kosht plera javën e parë.